Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësimdhënësja Saadet Osmani nga shkolla fillore Rilindja të fshatit Llojan, komuna e Likovës. Në vazhdim, do t'ju prezantoj nga lënda e matematikës. Tema programore, gjeometri dhe zgjidhja e problemeve. Përmbajtja mësimore, trekëndësha të ndryshëm. Për klasën e 5. Mundeni ta përdorni librin tek faqja 53. Qëllimet. Nxënësi do të njihet. Të njihet dhe dalloj figurat gjeometrike. Grupon, emëron, përshkruan, paramendon dhe vizaton forma 2D. Forma 2D. Te format 2D bëjnë pjesë të gjithë figurat gjeometrike, si për shembull trekëndëshi, katërkëndëshi, pesëkëndëshi, gjashtkëndëshi, shtatëkëndëshi, tetëkëndëshi e të tjerë. Mirëpo ne sot do të flasim për trekëndëshat të ndryshëm. Çka është trekëndëshi? Trekëndëshi është njëra nga figurat themelore në gjeometri. Formohet me bashkimin e 3 pikave, të cilat nuk shtrihen në një drejtës me vija të drejta. Pikat quhen kulme të trekëndshit, ndërsa pjesa e drejtës apo vijës së drejtë që ndodhen ndërmjet kulmeve quhet brinjë e trekëndshit. Unë kam 3 kulme. Unë kam 3 brinjë. Unë kam 3 kënde. Unë jam trekëndësh. Pra nxënës, trekëndëshi ka kulme, ka brinjë dhe ka kënde. Kur përshkruajmë trekëndëshat, mund të flasim për këndet e tij ose tjatësinë e brinjeve të tyre. Trekëndëshat e ndryshëm ndahen sipas këndeve dhe brinjeve. Trekëndëshat sipas këndeve janë trekëndësha kënd ngushtë, trekëndësha kënd drejtë, trekëndësha kënd gjerë. Ndërsa sipas brinjeve mund t'i emërtojmë trekëndësha brinj ndryshëm, trekëndësha barakrahës dhe trekëndësha barabrinjës. Pavarësisht emërtimeve të ndryshme për trekëndëshat, për secili lloj të tyre vlejmë të cekim se trekëndëshi kënd ngushtë është trekëndëshi te i cili ka të gjitha këndet, mirëpo janë më të vogla se këndi i drejtë. Do me thonë të 3 këndet i ka më të vogla se 90 shkallë. Te trekëndëshit, kulmet i shënojnë me shkronjën A, B dhe C. Trekëndëshi kënd drejtë
është trekëndëshi që ka një kënd të drejtë të mbrëmshëm prej 90 shkallëve. Trekëndëshi këndjer është trekëndëshi që ka një kënd më të madh se këndi i drejtë, do me thonë se më të madh se 90 shkallë. Trekëndëshi brinj ndryshëm nuk ka brinj me qatësi të barabarta, do me thonë se të tre brinjët dhe këndet i ka të ndryshëm. Trekëndëshi barabrinjës. Të gjitha brinjët i ka të barabarta, po ashtu edhe këndet e brendshme i ka të barabarta dhe secili prej tyre është 60 shkallë. Trekëndëshi parakrahës ose ndryshe dy brinjeshëm që ka dy brinj me gjatësi të barabarta, respektivisht këndet të barabarta. Nxënës të rikujtojmë. Pra, edhe një herë ti rikujtojmë së bashku se çka mësuam gjatë kësaj ore mësimore. Të bëjmë një përsëritje të gjithë. Nxënës, çfarë mendoni se çka është ky trekëndësh? Po pra nxënës, ky trekëndësh është kënd ngushtë. Po ky trekëndësh, çfarë mendoni se çfarë trekëndësh është nxënës? Ju lumt, ju e gjetët se është trekëndësh kënd drejt. Dhe trekëndëshi i fundit, çfarë mendoni? Nxënës? Ju lumt nxënës, ju prapë e gjetët përgjigjen e saktë. Ky trekëndësh është këndjer. Pastaj vazhdojmë të rikujtojmë edhe trekëndshat sipas brinjëve. Çfarë mendoni se çfarë është ky trekëndësh nxënës? Po nxënës, ky trekëndësh është trekëndëshi brinj ndryshëm, pasi që të gjitha brinjët i ka të ndryshëm. Vazhdojmë tek figura e dytë, nxënës. Çfarë mendoni se cili trekëndësh është ky nxënës? Po pra nxënës, përgjigjja e juaj është e saktë. Ky trekëndësh është parakrahës. Do të thotë se dy brinjët i ka të barabarta. Dhe trekëndëshi i fundit, çfarë mendoni se çfarë trekëndëshi është nxënës? Ju lumt nxënës, ju prapë e gjetët përgjigjen e saktë. Ky trekëndësh është barabrinjës, pasi që të gjitha brinjët i ka të barabarta. Ndërsa, nxënës, detyrë shtëpie keni. Në një për çdo njërin prej këtyre trekëndshave cakto. Vallë është kënd ngushtë, kënd drejt ose këndjer. Po ashtu, edhe tek detyra e dytë keni për çdo njëri prej këtyre trekëndshave cakto. Vallë është brinj ndryshëm, parakrahës ose barabrinjës. Me kaq përfunduam nxënës. Ju përshëndes dhe miru pafshim.